Të dashur besimtar, në këtë atmosferë të Kreshmës së Madhe dhe në pritje të Pashkës së Bekuar, me bekimin e mitropolitit të Irsisë së Tij Imzot Andonin, ju informojmë për ecurinë e kësaj kishe të bekuar, në ndërtimin e së cilës po kryhet me kontributin e mitropolisë së ishme të Elbasanit dhe gjithashtu të gjithë besimtarëve, jo vetëm brenda fshatit dhe anorisë tonë Shtrëmenit, por edhe jashtë vendit. Kjo kishë është ndërtuar me kontributin e tyre, të cilët me zemrën e tyre, me duart e tyre të shtrënguar në besim, në shpresë dhe në dashuri, po përpiqen të stolisin këtë tempull të kushtuar Perëndisë. Perëndia ynë nuk jeton vetëm në muret e kësaj kishe, por ajo jeton në zemrat, në shpresëtarinë dhe dhuratat të cilët gjithë secili nga këta ofrojnë. Është shumë rëndësishme për t'i falënderuar përzemërsisht ata të cilët sa herë që shikojnë ikonën e Krishtit, sa herë që shikojnë zonjën Shëmri, të kujtojnë këtë tempull, i cili është ndërtuar për të treguar identitetin e tyre, për të treguar se besimi i tyre nuk është vetëm me fjalë, por ai është edhe me vepra. Për këtë arsye do doja t'i uroja përzemërsisht dhe t'i falenderoja nga zemra të gjithë ata të cilët kontribuan, sadopak, apo kushdo edhe më shumë që ofroi. Perëndia t'i bekojë familjet e tyre, Perëndia t'u jap atyre jetë dhe shëndet, dhe faleminderit që na besuat dhe që po bëjmë këto vepra kaq të bukura. Me hijen e Perëndisë kemi ecur dhe përparuar, por sërish kemi nevojë. Fazat në cilët jemi përqendruar është tek pjesa e çatisë, tiglla për mbulimin e saj dhe gjithashtu kemi nevojë për sistemimet e jashtme. Duam që kjo kishë të mund të zografiset edhe në pjesën e brendshme me ikonat tona të bekuara. Neve e dijemi të vetëdijshëm se Perëndia nuk jeton vetëm në muret e kësaj kishe. Ai banon dhe jeton në zemrat dhe në shpirtin e gjithë secilit. Kushdo që mendon dhe ka mundësi dhe mund të kontribuojë, është i mirëpritur të kontribuojë nëpërmjet rrjeteve sociale apo numrit të kontaktit apo edhe nëpërmjet këshillit të kishës që neve kemi ngritur këtu. Le të jemi së bashku për të finalizuar këtë nismë dhe Pashka aktiviti të na gjejë të gëzuar edhe me plot gojën të mund të themi Krishti u ngjall me vepra, me jetë dhe me dëshmi të gjallë se Zoti jeton dhe banon brenda nesh. Lavdi Perëndisë për të gjitha. Do të bekojmë Zotin Perëndinë tonë dhe do t'ja kemi frikën se Zoti është bashkë me ne. Do t'i kemi besim se ai na shëndron, se Zoti është bashkë me ne. Do t'i kemi besim se ai na shpëton, se Zoti është